Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV në këtë ditë të diel, duke sjellur pranë jush lajmet më të fundit, komentimet më të fundit dhe ngjarjet më interesante në fakt që po ndodhin në showbizin shqiptar. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë tepër shumë e komentuar, ka patur lëvizje shumë të mëdha krahasuar me ditët e tjera nga VIP-at shqiptar, konkretisht do të ndalojmë tek Egli Tako. Egli Tako, ditët e fundit, kohëve të fundit, vazhdon të jetë në qendër në shënjestër, le të themi, të publikut shqiptar për çdo veprimin që ajo bën. Fillimisht, ditën e djeshme, Egli ka takuar Fifin, një artiste shumë e madhe, një këngëtare gjigande që në skenë gjithmonë na ka sjellur këngë, hite të bukura, por edhe tekste që sot e kësaj dite, pa marrë parasysh se sa vite kalojnë, njehojnë dhe kur i dëgjojmë na sjellin vërtet diell, ashtu siç Fifi ka nxjerrë një këngë. Natën e mbrëmshme, Fifi dhe Egli Tako arritëm që të kuptojmë që kanë krijuar një shoqëri shumë të mirë mes të dyjave, por edhe kishin përzgjedhur që në rrugtimin e tyre apo në udhëtimin e tyre drejt ditëlindjes Loredanës ta bënin të dyja së bashku. Fifi dhe Egli shkuan të dyja në ditëlindjen e Loredanës. Ajo që në fakt më ra në sy ishte që të dyja ishin veshur po me të njëjtat kostume, do të thënë të dyja ishin veshur po me të njëjta, siç duket Loredana e kishte vënë në kodin e veshjes në ditëlindjen e saj që të gjithë të prezent personalitetet që ishin prezent duheshte të vishen me veshje fermerësh dhe në këtë rast Fifi dhe Egli ishin veshur me të zeza. Por, çuditërisht, Egli nuk është se qëndroi shumë gjatë në këtë festën, do me thënë ajo që unë arrita të kuptoj, të paktën le të lexojmë përmes veprimeve, arrita të kuptoj që Egli kishte shkuar të lanë një borxh, nuk kuptojmë të lanë një borxh. Të lanë një borxh në kuptimin që Loredana, pa marrë parasysh se çfarë ndodhi mes Jozit edhe mes Gjestit, që ne arritëm të kuptojmë që Loredana ka mbajtur një bisedë sekrete, ka mbajtur një afrimitet sekret me Jozin, do me thënë Loredana i ku e respektoi Eglin dhe Gjestin në dasmën e tyre dhe Egli e ndjente të arsyeshme dhe të natyrshme që të takon Eglin dhe të bisedon me Eglin në kuptimin që, do me thënë, të shkon në festën e Loredanës për ta respektuar Loredanën dhe për t'ia kthyer atë borxhin. Por jam shumë i bindur nga bisedat që janë bërë brenda në fest, ku Egli më njëherë kishte takuar Xhenin, shokun e saj, të ngushtë, që ka patur shok edhe para se të futet në Big Brother, por edhe në Big Brother e kuptua marrëdhënien që Egli ka patur me të. Besoj që Egli e ka kuptuar që në këtë festën do t'ishte Jozi prezent dhe normalisht për të mos gjuajtur të dashurin e saj në tokë dhe për të mos gjuajtur veprimin që Jozi bëri kundërdrejt Gjestit, sepse Egli në momentin që Jozi do të futeshte brenda në fest, duheshte me patjetër ta përshëndetën Jozin ashtu siç ka bërë Loredana me Gjestin. Egli bëri një veprim të mirë menduar që për mendimin tim është një veprim i një femrës besnike në një marrëdhënie dhe në një lidhje, i një femrës që respekton të dashurin e saj deri në kulminacion. Edhe pse Gjesti nuk ishte prezent sepse Gjesti vazhdon të ndjekën koncertet e tija nëpër Europë, do me thënë janë këto datat të publikuara muaj më parë, Egli qëndroi shumë pak në fest, së bashku me Fifin edhe u larguan. E para njëherë Fifi mendoj që ka respektuar këtë pjesën e Eglit sepse Fifi është një shqiptare e Kosovës dhe me patjetër shqiptarët e Kosovës, si të gjithë shqiptarët në përgjithësi, që u prekën me veprimin e Gjestit, që u prekën me veprimin e Jozit në këtë rast, kundërdrejt Gjestit. Fifi ka reaguar ashpër edhe në Instagramin e saj kundërdrejt Jozit, edhe kundërdrejt mënyrës se si Jozi po sillej dhe mënyrën se si Jozi e përfundoi këtë sjelljen me Gjestin. Dhe në asnjë moment Fifi, jam shumë i bindur, nuk do ta takonte dhe nuk do ta përshëndette, nuk do t'ja jepte dorën Jozit. Dhe në këtë rast edhe Egli, do me thënë, iku për të takuar Loredanën dhe Fifi iku për të takuar Loredanën. Kjo nuk kupton që Loredana dhe Fifi kanë krijuar një marrëdhënie shoqërore të dyja së bashku, pasi që Loredana ndoshta mund ta ketë ftuar edhe si ish banore, por mund të kenë patur edhe një njohje të mëhershme në jetën e tyre, pasi që Loredana nuk është që është figurë
e panjohur, është imazh i njohur dhe në këtë rast do me thënë Fifi respektoi gjestin dhe nuk e takuan Jozin. Unë jam shumë i bindur që banorët e kanë ditur pasi që Valbona kishte informacione që në momentin kur shkoi dhe i dhuroi buqetën me lule Loredanës që Jozi do t'jetë prezent dhe në këtë rast e kuptuam që edhe Valbona ka ruajtur marrëdhënien me Jozin, do me thënë shikoj një lloj dyftyrësie në këtë mes, sepse unë mbaj mend që Valbona Mhilli ka postuar në Instagramin e saj një reagim të ashpër kundër drejt Jozit për veprimin që bëri për gjestin, ndërsa mbrëm e pash një lloj lumturie të madhe në fytyrën e Valbonës që Jozi do t'ishte prezent në këtë festë, domethënë atë ndjesinë shpirtërore kundër drejt Jozit pa marrë parasysh se çfarë ndodhi, Valbona e kishte dhe vazhdon ta ketë. Do me thënë që në këtë momentin kur Egli e ka kuptuar që Jozi do t'ishte prezent, sepse nuk ma merr mendja që Egli ka shkuar vetëm për 15 minuta në këtë festën, nga që i gjitha i grimi që ka bërë Egli nuk është që do t'ishte vetëm 15 minuta, për shembull do të vepronte si Rozana Radi nuk shkoi fare. Nuk është se nuk ka patur kohën për të shkuar, por nuk shkoi fare, ndoshta nuk e ka quajtur edhe të arsyeshme që të jetë në të njëjtin vend me disa nga banorët që Rozana e quan ofendim dhe e kanë keq përdorur personalitetin dhe njeriun e saj. Ndërsa Egli jam shumë i bindur që nuk e ka ditur që do t'jetë Jozi dhe në momentin që banorët nga thashethemet lart e poshtë e ka kuptuar që Jozi do t'jetë prezent në këtë festën, Egli është larguar. Unë jam shumë i bindur që Jozi ka përzgjedhur që do të shkon në orën 12 për faktin sepse pikërisht në orën 12 është kulminacioni i festës dhe po atëherë do me thënë do t'ishin të gjitha momentet kur të gjithë banorët do t'ishin aty dhe do të përshëndesnin Jozin, do t'i jepnin një dorë Jozit. Çuditërisht asnjë nga banorët nuk kanë nxjerr foto me Jozin, ndoshta e kanë frikë ta bëjnë këtë foto nga komentet e shqiptarëve, nga mënyra se si shqiptarët do të qaseshin drejt tyre dhe do të ulshin pik, por më pëlqen transparenca që pati Monika Lubonja, e cila e ngriti zërin edhe e tregoi që Jozi ka qenë prezent, Jozi ka qenë aty dhe kanë kaluar momente të bukura bashkë me Loredanën. Do me thënë, Egli në këtë rast, dua të qëndroj tek Egli këtu tani, dhe Fifi kanë respektuar gjestin pasi që Fifi shkoi me Eglin, do me thënë, kanë krijuar një marrëdhënie shumë të mirë, një trio së bashku, dhe me patjetër që nuk do të respektonin dhe nuk do të jepnin dorën Jozit. Në këtë rast e mbështes Eglin, është një përfaqësim i denjë një gruas të mirëfillt, e cila vërtet e mban atë zarin e burit të saj deri në momentin që gjesti do ta ndjen të arsyeshme ndoshta për të biseduar me Jozin, edhe pse unë në këtë mes nuk shoh që ka një lloj bashkimi apo një lloj afrimiteti mes gjestit edhe Jozit.